veprim pra po të thom një hap të cilin është duhet qeveria e Republikës Kosovës ta bëj para se ta bëjnë kryetarët serb që erdhen në Prishtinë. Le të vinë, na kem thonë shpesh, është sjellur për momentin ka kaluar ajo fazë kur me tyta gjata ajo nardh edhe vetoni Elshani me njësi speciale. Le të vinë njerëz me ideja, le të vinë njerëz të cilët edhe që të racion t'ja luftojmë. Nuk është ideja, citoja do të përmendja dhe Lulzim Pejcin, i cili ka thënë për mu e pike, na nuk jem korrekt se pe përmendim qysh mu integru njerën shtetë vetin. Na po harrojmë që ta Sërbë, këtu që i kemë, shto se këtu na kanë ardhur edhe refugjat, mirë po ti këtu ki Serb, i cili e ka gjyshe babgjysh, dem babadem, 200-300 vjetë ka rënu, që mu integru në shtetë vetin në borë. Po e ka përmend një shprehje shumë të mirë Lulzim Peci, duhet të akomodohen. Hajde akomodoni. Edhe me thonë, nuk ka asë që mendori me ju mbyll, po dojmë me ju në fazën e parë, po him, po investojmë shëndetësi, po i bim pajisjet mira, po i qojmë specializim një 5 mjek, ose mjek, ose 10 mjek, cilët e kanë kry që ta shpiqojmë specializim përëndim edhe për i këthejmë, për i japim rroga dinitetshme, popullatës nuk javë prekim sigurimin shëndetësor, spitalin, në veprim që është bërë mirë nga qeveria e Republikës Kosovës, nuk e kalon hapësin, infrastruktura me tërvis është në rregull, është ndryshim shumë i madh me shumë, ka pas hala më punu, mirë po e punu do rrugë, jënë pastru, jënë hiqë do sene, pra duhet thjesht përgjithësin të marim në Republikën tonë të vogël. Kosova është e të gjithve. Në nivelin qendror duhet ta merr komuniteti shqiptar shumicë përgjithësin edhe thotë po, i garantojmë edhe Serb, edhe Sërbin e keq ja japin vendin, po i garantojmë gjitha komunitetet, Bosnjak, Rom, Ashkali, Egjiptian, Goran, na këtu jem shumicë. Sikurse të kërkohet në nivel lokal, ju jeni shumicë, ju duhet që t'i trajtoni dinitetshëm, qysh i trajtojmë na në nivel qendror. Themi kushtimisht një farë atisari plus edhe nivelli komunale, mirë po, une edhe bëj apel, haris që herave tjera më shumë të fokusohemi te problemet, hallet e shqiptarve që janë me të mëdha, te hallet e komuniteteve tjera, në Mitrovicë Veriore jetojnë edhe Gorant, cilët afër serbëve kur janë dalin më patriota se serbë, te na kur të vinë afër shqiptarve del komplekson është më patriot se ti, por Gorani duhet të njihet i lirë në Kosovë, Bosnjaku duhet të njihet i lirë në Kosovë, Malezezi duhet të njihet në Kosovë, po dhe Serbi duhet njihet i lirë, a përgjithësinë më të madhe e bartim ne shqiptarë, se projekti i Kosovës, Kosova si shtet, Kosova i bje barë shumicës e shumicë jem komuniteti shqiptarë. Duhet jemi të vetëdijshëm, modeli i mirë është Veton Elshani, cilit i besojmë edhe ne si komunitet shqiptar, po besojmë edhe komuniteti serb, se tregon të vërtetën, është profesionist, e kryen mënyrë. Atëherë le të vjen ministri i shëndetësisë, le të vjen ministri i kulturës, ministri i infrastrukturës, le të flajnë nëpër komuna, le të një revolucion i mirë është bën Ministria e Infrastrukturës, patent shoferin njësi, patent shoferit në komunën Veriore, ka qenë njëjtë presion i politikës, jo, po vjen policia me tyta gjata me sene, sot pi marrin patent shoferin, njën me të madhe duke marrë edhe komuniteti serb, se s'kanë pas mundësi, ju më frigu me ardhë, në jug, ju më frigu me ardhë në Prishtinë, ta shuke afru, edhe e marrin, i marrin. Kjo është zgjidhje, edhe shpresoj që mas 26 vjetëve, këto du të jenë tema ma shumë teknike, më shumë tema jetësore se sa